pala, vajza ose djali, kanë çrregullime mentale ose psiqike, atëherë domthonjë ata nuk janë të përshtatshëm për martesë. Edhe nëse të dytë janë. Edhe nëse të dytë ose nëse njëri. Prandaj edhe këtu kërkohet prej familjarëve dhe ata që i përfaqësojnë duhet mjaft sqaru këtë çështje, sepse personi, fëmiu nëse është me çrregullime mentale, po flas konkretisht psiqike, jo me kriza mentale, po psiqike, pra ka smundje psiqike, ai nuk është i deni për martesë, sepse martesa thamë është institucion, sikur se i mituri. Pra, nëse i mituri e merr statusin e martesës, atëherë i bie që ai nuk është i përshtatshëm për këtë institucion, sepse ky institucion ka përgjegjësi. Prandaj prej sugjerimeve që unë jap për nis gjatë këshillimit është, për shembull këtë kohën po flasim. Po flasim me standardet e prindve tonë ose gjyshëve tonë, po në kohën e sodit para pëlqet, jo obligativisht, po para pëlqet që i riu, pra, ta ketë kryt shkollën, tjetë i punësuar dhe hynë në këtë institucion. Jo pse dikush s'mundet mu martu pa qenë i punësun. Mirë po, personi cili martohet, du të me qenë vetvetja. Jo për shembull me u bë barre familjes, por pra ka prioritete në jetë. Kjo është ajo që duhet ta them. Ka prioritete. Pra mbahet shkollimi, ne po flasim për kohën tonë, jo për para 100 vite që ka ndodhur. Në këtë kohë kryet shkollimi, fillon punësimi, bën një pasuri edhe din se si ka tyrat, mbas kësaj edhe vepron. Pse funksionon? Kështu është edhe aspekti islam dhe kështu do duhej me funksionu, madje edhe sikur se shoqëritë të tjera, jo ne të bëhemi barr e familjarëve, ose barr e shoqërisë, sepse kështu ne prodhojmë probleme edhe ekonomike dhe sociale të tjera. Shumë e vërtet. Hoxh, e përmendet e pjesa dëshmitarëve. Nëse kom kuptuar mirë, domethënë duhet me qenë dëshmitar të thatë jashtë familjes së ngushtë. Preferohet. Për shembull, mos me qenë prind, mos me qenë vëllezërit, mos me qenë axhallar, sepse këta janë kujdestar të vajzës. Po me qenë më të lartë, mund të jetë djali i axhës, kusherini, djali i hallës, i tezës, një shok. Pse? Se është në një farformë një lloj konflikti interesi. Për faktin se nëse ndodh ndarja, se Islami shikon gjërat pak më gjatë. Atëherë nëse dëshmitarin familjar, atëherë është problem se ata do të anojnë ka personi i tyre. A kanë dëshmitar të rol nëse vjen ndarja? Po kanë rol. Çfarë roli e kanë? Kanë rolin për shembull sepse ata do duhej nëse për shembull vjen diskutim, po e zom dhurata martesës, meher që shpesh e kemi si problem, po e zom që djali ose vajza ka kërku mehrin, se është e drejtë e saj ekskluzive me përzgjedh vajza, ka përzgjedh për shembull një vetur. Edhe nuk është shënuar ajo. Edhe djali aty para aty në aspektin emocional e ka pranuar ofertën. Dëshmitarët kanë dëshmuar. Mirë, po pas një kohe e refuzon djali, jo thotë unë nuk më kujtohet. Atëherë, pra edhe dojnë me u nda këta, ne atë do t'i sillim dëshmitarët. Nëse nuk është vendos në letër, nëse nuk është shenukje, do t'i thrasim dëshmitar. Ose për ndonjë çështje tjetër. Për shembull, nëse gruaja ka kërkuar kur është bërë akti martesor, gruaja ka kërkuar, thotë, unë kërkoj që të më jepet e drejta e punësimit mas martesës. Edhe djali e ka liu, pas një kohë ja ndalon. Thotë jo, nuk di që të kom thonë. Atëherë do të sillen dëshmitarët që ta dëshmojnë këtë.